Në afërsi të Urës së Bardhëve, një nga zonat më rëndësi për komunitetin dhe lidhjen infrastrukturore, mbetjet e ndryshme janë kthyer në një problem shëtësues. Kryesisht bëhet fjalë për mbetje inerte që hidhen pa kriter, duke krijuar jo vetëm ndotje vizuale, por edhe rrezik për strukturën e urës. Hedhja pa kontrolluar e këtyre mbetjeve po dëmton këmbët mbajtëse të urës, duke rritur rrezikun për degradimin e saj me kalimin e kohës. Për më tepër, një pjesë e madhe e mbetjeve përfundon në brigjet e lumit Kir, duke ndikuar negativisht në mjedis dhe në cilësinë e ujit. Banorët e zonës shprehen të shqetësuar për situatën, duke kërkuar ndërhyrje të menjëhershme nga institucionet përkatëse për pastrimin e zonës dhe ndalimin e hedhjes së mbetjeve. Ata theksojnë se nevojitet një kontroll më i rreptë dhe masa ndëshkuese për personat që ndotin ambientin. Kjo situatë kërkon vëmendje urgjente, jo vetëm për të ruajtur infrastrukturën, por edhe për të mbrojtur mjedisin dhe shëndetin e komunitetit që jeton në këtë zonë.